meje, pra me kërcënime të ndryshme prej familjarëve të fëmijë, prej emra të fëmijëve, ku më shkruanin e deri te kërcënime të ndryshme që lidheshin me punën time, edhe deri te ato fushatat linçuese me shërdhus e kështu me radhë, që s'kan bëjnë kur gjë me të vërtetën, mirë po mendoj që një fushatë e tillë ka ardhur si rezultat i një denigrimi të një procesi shumë të rëndësishëm të kushtetueshmërisë në vendin tonë. Prandaj, nëse unë nuk do të kisha adresu ato çështjen e gjykatës kushtetuese, këto 33 landë, së bashku me grupin parlamentar, me ri tjerë zakonshme kanë shumë prej të gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, këshilltarët tonë të cilët kanë punuar në këtë rast. Mirë po unë si ish ministri i drejtësisë, atë çka e kam thënë, vlera ime dhe ajo, se më thon, angazhimi im që unë kam ditë me bë dhe që unë kam adresu nëpërmjet grupit parlamentar, kanë qenë pikërisht çështje që lidhen më së shumti me sundimin e ligjit dhe me çështje që lidhen me punët e brendshme në Republikën e Kosovës. Dhe kjo ka qenë një fushë ku unë e kam njohur jashtëzakonisht mirë, edhe për shkak të studimeve, edhe për shkak të eksperiencës time të gjatë në institucione, dhe kjo ka qenë një çështje ku unë e kam adresuar vazhdimisht. Kemi pas deputet si zoti Shala që i ka adresuar shumë mirë çështjet që lidhen me çështjet e energjisë. Pra, mendoj që adresimi i këtyre 33 landëve ka qenë arsyeja kryesore. Cilën e veçantë që ka pas efekt? Për shembull, po ti veçoj